Një surprizë emocionuese për Albën brenda Big Brother VIP Kosova. Mesazhi i diasporës ndez një valë emocionesh. Një moment të jetë emocionues dhe plot ndjenja u shënua sot brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Duke rikthyer vëmendjen e të gjithëve te një episod që tregoi se emocionet dhe mbështetja e publikut janë gjithmonë pjesë integrale e këtij spektakli. Banorja Alba, e njohur për karakterin e saj të ndjeshëm dhe për përkushtimin ndaj lojës, u surprizua në një mënyrë të veçantë që e preku thellë dhe e bëri të ndjehet e vlerësuar nga bashkëdhetarët jashtë vendit. Gjatë ditës, mbi oborrin e shtëpisë fluturoi një dron me një mesazh prekës: "Diaspora është me ty." Ky dedikim i thjesht por i fuqishëm u prit nga Alba me një përzierje emocioni, gëzimi dhe mirënjohjeje. Kur e pa mesazhin, sytë e saj u mbushën me lot lumturie, ndërsa buzëqeshja nuk u nda nga fytyra e saj. Në një moment që i la të gjithë banorët e tjerë të habitur dhe të emocionuar, ajo u drejtua me njëherë kamerave dhe falenderoi publikisht. "Faleminderit shumë diaspora", duke treguar hapur sa shumë e ka prekur ky gjes. Ky episod nuk ishte thjesht një surprizë vizuale, por një shtysë morale që Albën dukshëm e motivoi për të përballuar më lehtë presionin e lojës. Në ditët e fundit të Big Brother VIP Kosova, kur emocionet janë më të forta dhe finalja po afrohet, mbështetja e publikut merr një rëndësi të veçantë për banorët. Ky gest tregoi se ndjenja e përkrahjes nuk është thjesht një simbolik, por një energji reale që përforcon moralin dhe besimin tek vetja. Ndërkohë, reagimet e publikut në rrjetet sociale ishin të menjëhershme dhe mbresëlënëse. Përdoruesit e rrjeteve shprehën habin dhe gëzimin e tyre për këtë gjest, duke e cilësuar si një nga momentet më të bukura të këtij edicioni. Shumë komentues vlerësuan ndërthurjen e teknologjisë dhe ndjenjave të sinqerta, duke theksuar se një mesazh i thjeshtë mund të ketë një ndikim të madh emocional dhe të shërbejë si një kujtesë e fortë se banorët nuk janë kurrë vetëm. Banorët e tjerë brenda shtëpisë nuk mund të mos vënë re emocionin e Albës. Disa prej tyre e rrethuan me ngrohtësi, duke e përqafuar dhe duke e përgëzuar për momentin e veçantë që kishte përjetuar. Të gjithë ndjen pjesë e një eksperiencë të veçantë, ku emocionet dhe bashkëpunimi merrnin një dimension tjetër, më njerëzor dhe më të prekshëm. Analistët dhe fansat e Big Brother VIP Kosova vlerësuan gjithashtu se ky moment tregon se sa e rëndësishme është mbështetja psikologjike dhe morale për banorët, sidomos në një lojë ku konkurrenca, stresi dhe presioni emocional janë të pranishëm në çdo moment. Mesazhi nga diaspora nuk është thjesht një gest simbolik, por një energji pozitive që mund të ndikojë drejt për drejt në performancën dhe motivimin e banorëve brenda shtëpisë. Për Alban, kjo eksperiencë duket se ka hapur një kapitull të ri në mënyrën se si e përjeton lojën. Pas këtij momenti, ajo u shfaq më e vendosur, më pozitive dhe me një energji të re për të përballuar sfidat e ditëve në vijim. Për ndjekësit e emisionit, ky moment u kthye në një pikë referimi, duke treguar fuqinë e mbështetjes së komunitetit dhe dashurinë që publiku ka për banorët që janë pjesë e këtij spektakli. Në fund, ky episod i bukur jo vetëm që riktheu emocionin tek publiku, por edhe theksoi rëndësinë e lidhjes mes lojës dhe jetës reale të njerëzve jashtë shtëpisë. Surpriza me dronin dhe mesazhin e diasporës është një nga ato momente që do të mbeten të paharrueshme në kujtesën e Albës dhe të gjithë atyre që e ndjekin me pasion Big Brother VIP Kosova. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.